Jemi këtu me Erminën edhe me Tezin. Kjo është darka e Krishtlindjeve që kemi përgatitur. Ashtu të dy përqafuar. Është bërë trafiku këto ditët e festave një tmerr i vërtet. Përshëndetje nga një vlog i ri. Ja ku jemi këtu te studio duke pirë kafen. Kështu janë ditët e mia sot, vetëm në studio. Ditët e mia sot. Ditët e mia tani në fund të dhjetorit, full me punë këtu në studio. Dhe pauzat që kam i shfrytëzoj për të dalë me Jonën edhe me Denzelin. Pra, këto ditë nga unë do shifni vetëm studio, do me thënë që edhe studio nuk para xhiroj se nuk kam kohë, dhe që dalë me Denzelin, kështu që prandaj edhe nuk kam pasur shumë mundësi të editoj, bëra një javë pushim, edhe këtë javë nuk është se po xhiroj dhe aq shumë, me thënë të drejtën, sepse jam vetëm këtu në studio, por jam shumë e lumtur që këtë vit doja dal, edhe ja kam dal me biznesin e ri, se nuk është shumë e thjeshtë, dhe kështu. Se harrova t'ju tregoj një gjë shumë të bukur që kemi bërë këtu tek Marlen, një gift card që ju mund t'ja dhuroni njerëzve tuaj të dashur. Tani, po hikim festat, po ne kemi bërë për ato që na e kanë kërkuar, edhe oraret janë rezervuar tashmë, vetëm ndonjë person që mund t'jetë që e kërkon në moment fundit, por është një dhuratë shumë e bukur. Në fakt duhet ja u kisha treguar më përpara që ju mund t'ja dhuronit njerëzve tuaj të dashur, por s'ka problem. Po e tregoj tani, është data 24 sot, jemi në prag Krishtlindjesh. Tani erdha tek parkimi dhe shoh që kjo bisha këtu ngjitur me mua dhe po më duket vetja sikur ka makinë koti tani. Nëse në të ardhmen shpresojmë ta kemi një më të mirë. Tani bleva tek marketi një panetone, se do ikim tek Daja, do çojmë një verë në një panetone, kështu. Edhe marra të çokolata për vete, se janë çokolatat e mia të preferuara, vetëm këto mund t'i ha shumë, se s'para jam tip çokolatash. Edhe marra Orbit që ta mbaj këtu në makinë, se mbaj gjithmonë. Jemi këtu me Erminën edhe me Tezin. Denzel? Gjera pak gjuhën këtyre. Ej, shoku, do m'lesh të futem? Si thua? Të futemi qik se kam punë? Kjo është darka e Krishtlindjeve që kemi përgatitur. Këto antipastat i kemi bërë çik të lezetshme. Sallat Cezar, zemrën. Sa e bukur zemra. Tav me pana karkalec. Ops, u zgjuar Denzeli. Mirëmëngjesi dhe gëzuar Krishtlindjen të gjithëve. Unë e kam ditë pune sot, kështu që nuk e kam fest. Mbrëm në darkë, bëra një darkë kështu të thjeshtë edhe kaq.
si do jetë. Hajde teze ta gëzosh. Falem më. Sa e trash që i ka. Që nga për ato që kanë shumë ftohtë. Moj. S'po flas më tani që ka vejtë. Sa e bukur! Wow! Me pikuin. Qa më ndezi, o Denzel? Qa më në kjo? U që dit Denzeli. U që dit. Ha, teze. Me këtë rike ngrohtë e ngrohtë? Ko që do të? Ta gëzosh. Me jo, non tani. Mos ka top qima të një. Tjetër. Janë Po qarë bani të? Pa lejo. Amorcești dacă nu se arăți tale. În mata la mine, până aici. Ion. Monsieur, păi tamarul eu mă să spera. Aleca. Ion, mă, serios, mă.
Oh! Kush I bën ashtu? Se është drita e njoftimit. Mirëmëngjesi, sot është data 2 janar dhe ne po ikim në Kolashin. Kemi ndaluar diku në një kafe që të presim Jonin edhe Erin. Edhe Denzelushin se harrova. Një pauzë në Shkodër, ngrëm drekën. Denzelushi? Se ka më dhe para. Jemi kur stapë. Ai shërbej grus, shpejt. Po isha çik pizzerën të pas. Bravo. Pizzerën. Prit. Ndihmojon pak. Ja se ka qef patap. Bravo. Shikon çfarë burrash gentleman kemi ne. Përshëndeteni pak YouTube-in. Kjo video do dali pak më vonë. Ku të keni ikju në Gjermani kush e di. Bolognese dhe frutadeti. Eri ka marrë mish. Giulio ka marrë me ton. Ashtu të dy përqafuar duke vazhduar jeta ime ti e dritë e sy. Shtëpia që nga super. Është me 2 kate. Kjo është kuzhina se kemi bërë shumë rromuj tani. Ky është Giulio që ushtri direkt. Është shumë e bukur, por nuk kam ç'a bëj se ka pak kështu rromuj. Kjo është kuzhina. Tani po flet Denzeli, po unë do ngjitem avash lart. Dhe dhomën e ku po flet Denzeli do ja u tregoj më vonë. Shia I po skërdika, s'po fleka. Kjo është njëra dhomë, shumë e lezetshme. Ja. Pjesa që spret nga shkallët. Edhe dhoma ku po flet Denzeli. Edhe kjo pjesa ku është tavolina e ngrënjes. Ngrohja është me pelet. Kjo është pamja sa del nga shtëpia. O zot sa ftohtë. Shiko, ngrica. Sonja më. Sa e mirë doli. Sa po erdëm dhe bëm një kafe te Ekspresi.
Ka dalë super e mirë. Jona, say hi. Edhe Eri që bën sikur s'do të dali. A e që shprehni dëshirën tani? Qa dëshire keni për 2026? Nëse s'pa e them. Se ka di publika. Shumë të shëruar. Ti provoj njërë. Shohim tani. Ja, këto janë patate pikante më duket, se mua një patate Kush? pikante për ty, këto. Jo, kjo mund t'jetë. Ai është kaçamak. Kaçamaku është ky? Është ai kaçamaku, kurrësh. Ah, ja ku qenë ka. Fiksimi jetës time. Unë thosh të është në këshu, në ish. Guzuar grupi. Gëzuar. Shiko që këtë e zena tjetër. Një mëngjesi nga dita tjetër e kolashimit. Sot ka rënë shi. Zemra ime si qesh. Ka rënë shi dhe e ka shkrirë borën të gjithën këtu. Do zoti ka tek pista. Ndryshe do mërzita. Dje kishte super shumë borë. Sa që rëshkisni me vazhdim. Ndërkohë unë kisha harruar emailin. Shikoni, prapi kam lyer syt. Do thoni ju si. Shikon Denzeli. Ama Denzel? Denzelozime ti. Qa do kjo tezja vlog? Mucis? Mucis? Denzel, po ke ardhur kështu ti? Si bagjuan. Të pëlqen të këtu? Jona. Denzel. Sa pira të kena? Kaçamaku se është shkrirë patate, po. Jo, shumë shi. Është karrierë. Vazhdon të bjerë shi. O Denzel! E mba vetë qatrën, a? O, kujdes e tiku. Qa do marrësh, Denzel? Qa do marrësh? Mish? Do mish? Si një gjerman i vërtet. Lexoj ju të goja joj.
Tani po presim makinën të vit na marrë se po vjeshim. Edhe ti të vit nani. Ha! E malit me rujt si sytë e ballit. Opa! Mirëmëngjesi. Ne po ikim në Tiranë, por fillimisht do ndalojmë diku. Se shikon këtë. Ama Denzel. Thuaj mirëmëngjesi. Ua. Hajde gëzuar. Duket kush nuk pi alkool. Gëzuar Denzel. Gëzuar. E nisi me një supë peshku. Kjavim speca. Haje Denzel, haje. Ti që kemë vojë. A s'ka krip se provoj. Ne nuk ka. Si quaj shojza? Sa si quaj? Jo, Si gjus në gjallë? nice duket. Ajo tha gjus. Më prek. O Denzel. Sa fiksime ka timonin. Denzelusi. No. Denzel. Annen. Oh! Kush bëri kështu thot? Mirëmëngjesi. Ja ku jemi për herë të parë këtë vit në studio. Jam shumë e lumtur se ky vit u mbyll ashtu siç unë doja, mos them edhe më mirë. Tani sa po erdha këtu dhe do bëj një kafe se për pak vjen orari që kam lënë edhe inshallah ka këmbën e mbar. Tani do shkruaj gjërat që kam për të bërë te ky bloku, edhe pse dhjetori u mbyll, ishte shumë dinamik dhe u mbyll shumë kështu vrullshëm. Prap kam gjëra për të bërë shumë tani në janar, edhe do t'i shkruaj sepse pastaj i harroj. Gjëja e parë që do bëj tani është kafja, se nuk e kam pirë dhe do hap të mojtën. Kam filluar marr këto tani sepse këtu afër studios nuk ka asnjë vend ku mund të marrësh diçka për të ngrënë në mëngjes dhe unë kam shumë problem mëngjesin. Nëse nuk pi ilaçe, nuk ka shans ta haj mëngjesin. Vetëm kur pi ilaçe e ha pak me zor, edhe ashtu mundohem shumë, domethënë. Dhe një gjë tjetër që kam në listë për të bërë është që të blej lule të bukura për këtu edhe për në shtëpi. Edhe diçka kam për t'i bërë edhe fotot e 9 mujorit Denzelushit. Se kemi kohë pa folur, unë nuk kisha kohë për të bërë video si që keni parë, do me thënë mund t'i xhiroja videot, kam xhiruar goxha të shoh se çfarë mund të fus nga ato, por nuk isha kohë që t'i editoja fare. Do me thënë, isha e fokusuar 100% te studio dhe sigurisht që nuk bëhem pishman sepse gjithçka shkoi shumë mirë, por tani është sikur do e hapim përsëri nga e para se do t'i heqim skenat, por do t'i mbajmë dhe pak se na kanë lënë orare përsëri për fotot festive derisa t'i heqim. Dhe kur t'i heqim do ketë shumë punë, sepse paka shumë e kam menduar se qa skenash do bëj, por duhet të mendoj edhe veshjet, janë shumë gjëra, do me thënë, nuk është aq e thjeshtë. Se më duket si kur harroj shumë gjëra t'ju them, edhe nga që kam dhe shumë kohë pa folur para kamerës edhe pa bërë video, edhe më duket si kur kam shumë gjëra në mendje dhe harroj se qa dua të them. Së pari njerë dua t'ju them gëzuar, se harrova t'ju them. Një vit sa më i mbar për të gjithë ju. Së dyti dua t'ju them që nga kjo periudha e pauzës, kuptova që shumë njerëz më duan në YouTube. Realisht, do më thënë njerëzit që më shkruajnë, madje më kanë shkruar dhe te Marleni që të ndjek në YouTube,
edhe familjarët që me zipresin, videot e mia, kur ti iki Denzeli në Gjermani që do shofi tezën, televizor, edhe nuk e di, janë ca gjëra që me vërtet më motivojnë, por filloj duke u bërë çike bezisshme në fakt, sepse kudo që të shkoja, çfarëdo që të bëja, nxjerrësh kamerën, edhe me thënë të drejtën, e mendova që ta mbyll YouTube-in, thash të isha ndoshta më e qetë, por jo. Rrethanat nuk duan që unë ta mbyll, edhe madje edhe të pyetjet anonime, njerëzit kishin kërkesa madje edhe për videot që duhet të bëja në YouTube. Kështu që do vazhdojmë. Po e mbyll këtë vlog me kaq, duke ju uruar gjithë të mirat e botës në vitin 2026. Unë do vazhdoj të pi kafen time, gëzuar